Dita 14, kostoja radikale e ndjekjes. Leximi i ditës, Ungjilli Lukës, kapitulli 14, vargu kyç. Dhe kushdo që nuk mban kryqin e vet çdo ditë dhe nuk vjen pas meje, nuk mund të jetë dishepulli im. Shpjegimi. Ky kapitull na sfidon me dy tema. Së pari, përvojtëria, ose së vendin e parë në festa. Së dyti, kostoja e dishepullit. Jezusi pyet: a do ta ndërtosh shkollën apo stafat, apo do të shkosh në luftë, mbreti? Parabola thekson se ne duhet të numërojmë koston përpara se të ndjekim Krishtin. Të bëhesh dishepull do të thotë të vësh Krishtin para familjes, pasurisë dhe jetës tënde. Kjo është një thirrje për dorëzim total. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 14. O Zoti Jezus, unë të falenderoj për sinqeritetin tënd. Më fal që shpesh dëshiroj shpërblimin e mbretërisë, por nuk dua të paguaj koston e kryqit. Unë i rrëfej kënaqësitë e pasuritë që i ve para teje. Më jep hirin të mohoj vetvete dhe të marr kryqin tim ditor, duke të dhënë ty vendin e parë në çdo marrëdhënie dhe vendim. Më ndihmo ta kuptoj që humbja e vetes për ty është gjetje e jetës së vërtetë. Lutem, më jep zemër të përulur që të ulem në vendin e fundit. Amen.